ri këput njëri takim pas tjetrit, pa I lënë kohë vetes që të marrë shpërim edhe në pengesën më të parë tak tërvitesh. Megjithse sezoni I ri artistik në Teatrin Kombëtar të Tiranës do të çelët zyrtarisht në fund të muajit shtator, duke se shfaqjet në këtë institucion të artit skenik nuk kanë munguar përgjatë këtyre 2 javëve. Pas 8 shfaqjeve të trupave të Ballkanit, artëdarësit kanë ndjekur për 2 net me radhë komedinë Më e vërtetë se e vërteta, një komedi që ngacmon publikun me historinë e njeriu të atrofizuar në kohën e digitalizimit të jetës. Kjo për ta parë që ja trem barajta. Nëse shpisu ke 3 garanci. Tu e shkërpuar bateri? A se funksionon me bateri? Po, kështu thot këtu. Që? Duhet karikuar çdo 24 orë. Historia që tregohet te Më e vërtetë se e vërteta është shkruar në vitin 2001 nga dramaturgu francez Martial Crusier, me të cilin ai ka marrë dhe çmimin Molière. Parat, qefet, babzia I kanë hequr shihen e jetës 2 njerëzve të quajtur Giulio dhe Francesco. Janë mbi 35 vjeç, drejtues së një firme të madhe nafte. Nevoja për të mbushur zbrastin shpirtërore e shtyn Giulion të krijojë robotin Chloe, femrën ideale që u kthen besimin te dashuria. Mirë dita, di Chloe, un Francesco. Nuk e keq në këtë program të prezantojnë kontaktet e cilën në shërbimit tuaj. A vaj, nuk e dija. Komedia është vënë në skenë nga regjisorja Rosi Kostani dhe interpretohet nga aktorët Luli Bitri në rolin e robotit Chloe, Luzim Zeqa në rolin e Giulios dhe Neritan Liçaj në rolin e Francesco. Shiko, nuk jam nga shtëpia dashnore, se jam nga Giulio. Si? Po jo, shpirt, shiko, po nuk ta mbylla telefonin surat, po ashtu ishte puna. Më duhet t'i jepja Giulios baterinë sepse Chloe u bllokua. Ja, mund ta linde gjysmë të shveshur në mes të dhomës. Shkoj atje. Jo, mund të shkoj në dhomën e tyre, Chloe. Më fal, Suzi! Duhet që ti ftosh, ri bashkë. Rëcat nuk kanë instinkt e Giulio.